Vetëm 19 vjeçe, por me një zë që rrëmbën vëmendjen në notën e parë, Hana Orlati nga Kosova ka ndezur emocionet në skenën e The Voice of Finland, duke mahnitur jurinë dhe publikun me interpretimin e saj fantastik. Hana Orlati arriti të kalojë me sukses fazën e parë me këngën e saj në këtë garë prestigjioze këndimi, duke dëshmuar se talenti i saj nuk njeh kufi. Zëri i saj fuqishëm u prit me reagim entuziast nga publiku dhe juria. Rruga e Hanës në muzikë ka nisur herët që në fëmijëri ajo ka qenë e lidhur ngushtë me artin, ndërsa në moshën vetëm 10 vjeçare ka marrë pjesë në The Voice of Albania. Përveç kësaj, ajo ka performuar në shumë koncerte për fëmijë në Kosovë. Hana Orlati ka përfunduar shkollën e mesme të muzikës Prenk Jakova në Prishtinë. Tash e një vit ajo jeton në Finland me prindërit dhe 3 vëllezërit, të cilët u shpërngulën atje më parë për të ndjekur studimet. Që kur isha e vogël ka mundëruar të këndoj në skena të mëdha dhe të bëhem një artiste profesionale. Kjo ëndër tani ka nisur të bëhet realitet, shprehet Hana. Një përditësim i rrallë ka ardhur për legjendën e Formula 1 Michael Schumacher, ndërsa vazhdon rehabilitimin e tij pas një dëmtimi të rëndë cerebral nga një aksident me ski në Alpet franceze në dhjetor të vitit 2013, një vit pas pensionimit të tij të dytë nga Formula 1. Schumacher ishte duke mbajtur helmet në momentin e aksidentit, gjë që sipas mjekëve i shpëtoi jetën. Ai u vendos fillimisht në koma dhe gradualisht u zgjua në prill të vitit 2014 për të transportuar më pas për të vazhduar rehabilitimin jashtë spitalit. Familja e tij ka ruajtur privatësinë e plotë mbi gjendjen e tij dhe informacione të pakta kanë dalë në publik që nga ajo kohë. Aktualisht Schumacher jeton në një vilë në Majorka, pranë bashkëshortes së tij Corina dhe familjes. Sipas raportimeve të fundit, rezidenca e tij kryesore është në Zvicër, pranë liçenit të Gjenevës, ku ka qenë i vizituar shpesh. Një nga të besuarit e afërt të tij, jashtë familjes, mbetet ish princi i Ferrari dhe ish presidenti i FIA-s, Jean Todt, i cili ka folur her pas here për gjendjen e Schumacher duke respektuar privatësinë e familjes. Todt ka thënë se Schumacher vazhdon të luftojë dhe se është të ndryshuar, por udhëhiqet me kujdes nga gruaja dhe fëmijët që e mbrojnë. Raportimet shtojnë se edhe ish drejtori teknik i Ferrarit, Ross Brown, ka vizituar Schumacherin që pas aksidentit, por nuk ka komentuar publikisht mbi gjendjen e tij. Ky përditësim i rrallë ofron një pamje më të qartë mbi jetën e legjendës së Formula 1 pas aksidentit tragjik, duke treguar se ai vazhdon të jetojë me mbështetjen e ngushtë të familjes dhe miqve më të besuar.